të rinj me këtë theks tek Parisi, Paris Guri, pra. Si e sheh dhe këtë reagim, një lloj diferencimi? Jo, unë nuk isha dashur më shumë me emra, se nuk janë ato emrat që e dëmtojnë një proces. Nuk isha dashur me shujt deputet e ri ose të vjetër, se secila moshë ka përfasimin e vet. Për mua është e paqartë kur ka deputet, nga e letmirët me deputet e vet janë shpërndam në 3 subjekte politike, janë familjarë shumë ngosht, edhe kanë numër të madh votave në disa subjekte edhe i kanë kalu, pse s'mirët me ta, edhe nuk janë gjenerata të vjetra, po ata ishin kryt vendit. Kjo është ajo pas sinqeriteti tina që do me nxjerr veten veç me një kategori, veç me një emër të caktuar. Ne pa shumë deputet të ngritën, më në LDK-s që nuk kisha dashur mi veçu, mi janë atë mund edhe ky nuk bën ose ky bën. Ne kem periudha të ndryshme zgjedhore që e njohin sistemin, edhe mbrana LDK-s se si ka shkuar disa individ, po mbrana LDK-s është një problem që nuk ka demokraci zgjedhore, mbrana LDK-s. Ne nuk e kem harru këtë periudhën e karrikave, edhe një sen, mbrana LDK-s ky mentaliteti i viktimizimit na ka lodhur se 26 vite, na vrajtën, jo deputet e vjet, LDK tash është e lypën një figurë që e ndjen veten viktim për çasë figure. Domthonë në një kohë gjatë jemi rrit këtë vend, edhe kem dëgju na vrajtën PDK-ja, ka pas emra të caktuar, dhe realisht LDK-ja ka udhëheq më shumë me institucionet e Kosovës. Domthonë me Ministrinë e Drejtësisë, punën e brendshme, edhe mbrojtës ka pas mundësi pa mas mi hulumtu këto vrasje, pas se ka bu kur sepse ka pasën veç për konsum zgjedhor. Veç për konsum zgjedhor e ka pasën, LDK e lyp me gjithë një figurë që mundi viktuj, ma ne më shumë qytetarët me votu. Kosovë votohet me viktimën. Pra të arsye ne i dim që protestat e Albinit e ka mu kur sot, se ka protestu dhe vazhdimisht sy qytetarë ka qenë një viktim, LDK-ja po ashtu ka qenë shumë gjatë një viktim, si pasoj që dhe që na vrajtën, na mëtën, edhe kur se kanë zgjedhë, se kanë caktu që ka qenë vrasje. U kryshin zgjedhët, u kryshin akuzat, i mirëshin pozitat e hetëshin. Tash dhe Lumiri nuk ka të mujt me gjetën që të viktimën. Nuk ka të lujt më viktimën, se nuk ka të idhezmo, se nuk ka më viktima LDK. Ka udhëheq gjatë, edhe nuk ka më mundësi për viktimizimi. Për mu ka qenë e pa faqshme kur e kom një Besiani dhe dikant tjetër, të akuzua hashimin e naton që kem bukë se maskaradat të paheshme, ajo është djali i ri, e din që nuk shkon me atë gjuhë polarizuese që kanë qeverisë pas gjatë të LDK.